Mirë mbrëma të nderuar miq. Sonte pak minuta u kemi rezervuar botës së fëmijëve dhe pikërisht me librin Një ari në malsi në vri, vjedh dhe mjalt. Pra ky është libri nga i cili do të lexojmë disa poezi për pjesën e botës së fëmijëve. Mendoj se kjo do t'i shkonte shumë më bukur në këtë mbrëmje dhe në këtë kohë kur akoma ende fëmijët s'kan fjetur. Që edhe ata të kenë një botë të vetën dhe të dëgjojnë dhe të lexojnë diçka. Do fillojmë me një fabull. Fabula thotë: Unë po gjuaj lart përpjet, kush ka hipur në pemën e liksisë, pa i dhrinë e mbajt me shëndet. Fabula. Kur nga njerëzorja të jeni larguar, a ndërgjegjja na ketë devijuar, apo kur të jemi mashtruar, të paktën fabula të na kujtojë. Askush për fabul mos na idhrohet, larg asaj na zemrohet. Secili veten le ta gjykoj, kam gjiku i fabulës ka i fishkullon. Gënjyen të dy. Fillimisht gënjeu njëri e tha: Një od ku kishin shkuar mysafir. Kam parë një qen duke fluturuar për hava, qeshën të gjithë të tjerë për gënjeshtrën me brirë. Pastaj gënjeshtra u shushurit në për od, më shumë atje tek derën nga catërinje. Gënjeshtari e vuri në hall dhe të vetin shok, ky që gënjeu gënjeshtrën me brirë. Vazhdoi ky i dyti e tha: Po, edhe unë e pash qenin tek fluturonte. U desh të gënjente edhe ky, kur shtoi se këlyshin e kishte kapur një shqip. Mjaft gënjeve, i tha tek veshi ky i dyti. Të lutem gënje për tokë e jo për hava. Ndryshe duhet të gënjej edhe unë shkaku që i yti e kësaj radhe mezi të nxorra. E qeshura nën buzë të të rinjeve vazhdoi për tregimin që u debatua aty. Këtë gënjeshtër se ëngri kush, as nuk e besoi, sepse gënjyen që të dy. Tani do u lexoj një poezi që kryesisht i kushtohet një ndodhie në malsi, pra në malsi në vri. Dhe pikërisht është ky titulli i librit, Një ari në malsi në vri, vjedh dhe mjalt. Nga lart pyllit një arush zbret tek vreshtat e vjedhrush. Kush si thot as se shqetëson, se nga njerëzit ligjem. Për këtë ligj mburrej ariu, s'ka që më bën mua njeriu. Ja ktheu dhel pra me xhelozi, kujdes bishtin kur zbret malsi. Aq na fole fjalë të kota, për bishtin tënd hall gjithë bota. Ujku i zi veç po dëgjonte, poshtë një zgavre plagën shëron. Edhe derë një plag lëpinte, e kishin zën në misernike. Do të kam ngrën një deg qërshi, urrej arushi, do të krenari. Mua kush s'më trazon, as bambame s'më shqetëson. Bile atje në malsi, ka shumë blet e mjalt të ri. Një dit herët në mëngjes, zbret arushi me kujdes. Shumë koshere, shumë blet, sa shumë mjalt arushi gjet. Sa po kopshtit ja afroj, një bletushe fort e thumboj. Unë jam roja, i tha bletushi, ka që tremb, iku arushi. Një shtëpiz aty pran, i theu derën, bam e bam. E po që të shihta arushi, lot të psit mjalt nga bletushi. Mbushi duart me tepsi, vrapso kaqeve në përmalsi. Pejt bletushi alarmoj, poshtë për rojeve në gjorë mi shkoj. E sulmoj me ushtri, i mbeti koka mbi tepsi. Qka të shijet e karushi,
ish bërë koka si barkushi. Për spital ish bërë i gjori në ndëllinja shtratin zgjodhe. Dhe el pra ujku kur e vizituan, për shumë qeshën se sa vajtuan. Lot 6 muaj si doli mpirja, u kujdesën morra e miza. Ka malsia shtrembër shikonte dhe bletën e malkonte. Nga ajo dip në malsi, sumbet mjalë, rush as qërshi. Tani do kthehemi në një fabull tjetër. Fshatari dhe kali. Kongort e kali një fshatari dhe gërhamat e fundit po i jepte. I dhim se i shkreti se shumë punë kishte bërë, pastaj aq më keq një tjetër ku ta blente. Për nese, kjo ishte punë për nesër. Kali po jepte shpirt e lidhnin shumë kujtime. Pastaj e pyeste nëse kishte bërë ndonjë të padrejt e të ndashin përjetësisht dhimbje. Të gjitha i tha Kali, do t'i bëj halal. Por njërën s'ta fal kur, as se si. Kur më vije gomarin për para e më goditje nga pas, këtë s'ta fal kur se si. Pra miq, mesazhin e fabulës e kuptua të gjithë dhe shpresoj që të kaloni një mbrëmje të bukur. Aq më tepër ju të dashur fëmijë, që këto fabula dhe poezi u dedikova ju.